normalisht duhet fillonte me pyetje, edhe të merrnim dhe disa përgjigje, pavarësisht se pastaj se kalojnë debat politik. Dhe kur fillon me pyetje, edhe unë pyetjet po si zoti Jusufi nuk i kam për kryetaren. Kryetari në fund fare i jep dhe u ka dhënë qartë se thatë qëllimi kush ishte, qëllimi projektartit është përmirësimi i trafikut. Që thot duhet të eliminojmë në qëllimin e projektaktit mbledhjen e taksave apo kthimin e infitimin bashki apo rëndesën te xhepi i qytetarit. Qëllimi i këtij projektakti kur ekzekutivi u ka thënë merruni me këtë projektak, u ka thënë përmirësoni trafikun, parkimet e tjerë. Dhe duke kaluar te projekt vendimi, pastaj duket sikur zoti Jusufi lexoi shënimet e mia pasi bëri të njëjtat pyetje, megjithatë dua të jem përsëritës pavarësisht se përgjigjet i morëm edhe nga kryetaria, por mirë është që t'i shnojmë në proces verbal, shnohet mirë pasi kemi të bëjmë me një të themi të ardhur që do hyn Bashkinë Vlorë, por një taksi mund të kthehet për qytetarët dhe pikërisht duhet ta evitojmë këtë. Por po ashtu mund të ndikojë edhe në cilësinë e jetës së qytetarëve në këtë qytet. Ashtu si dhe zoti Jusufi e përmendi pyetjet e tij. Shqetësimet dhe pyetje për juve si grup pune. Të njëjtat. E para duhet çfarë masash do merrni për gjithë kontrollin e territorit që e ngritën gjithë parafolësit, gjithë kontrollin e parkimeve, nuk e dua nga kryetaria edhe këtë. Që do të thotë, i keni parë lagjet si janë parkimet e lagjeve? Dhe e dyta, e merrni dot me mend që efektin dyndje, do të bërë rrugët kryesore të gjitha me pagesë do dynden drejt lagjeve dhe kur tashmë ka një tension social në lagje, se po të shikoni me trame, me hekur, me trekëndsha, dhe këtë ua garantoj se e kam dhe në lagjen time, ku disa janë më të zotët dhe i kanë zënë si tokët zanum, dhe disa të tjerë kërkojnë me metra larg një parkim bosh. Mendoni pastaj kur shtojnë dhe rrugët. Kështu që ky është një shqetësim real. E dyta, çfarë praktike keni ndjekur për të dielën? E tha dhe zoti Jusufi, është një shqetësim që e kanë shnuar. Domethënë, praktikën e kujt qyteti shqiptar apo europian që tarifosh të dielën. Jam shumë dakord tarifohet turisti dhe unë, jam shumë dakord. Mua më sjell shqetësim në qytet kur vjen, më sjell trafik, më sjell bezdi, ka qytete sot Barcelona e çoi, nuk e di sa e çoi tarifën e turistit se nuk u kthye në bezdi për qytetarët. U kthye në stres. Venecia vuri një taks turistike që është marramendse të hysh. Por nuk po krahasoj, po them shembuj që kur vjen jam dakord që të paguaj të dielën. Por rezidenti pse duhet paguaj të dielën kur do flej deri në orën 10 apo 11 se ka punuar gjithë ditën? Do e zgjoni në orën 8 që të heqi makinën dhe të kërkoj parkim falas? Çfarë praktike keni ndjekur? Tani shumë përgjigje nga kryetaria e mora si orientim, që thotë është projekt pilot dhe jam shumë dakord. Do parë me faza, po doja ta dëgjoj edhe nga ju që të përforcojë kjo që kur të vim pastaj, përgjigjet pyetjeve si e ka menduar dhe pse e ka menduar, dhe pastaj një përgjigje mora duhet ta përsëritet shnohet proces verbal që kur të vëm te fazat, e kupton, mendohet mirë për qytetarin. Mos ta kthejmë në bezdi qytetin për ata që jetojnë, për ata që janë rezident. Se do fillojnë pastaj, do fillojnë tensionet sociale brenda lagjeve, nga efekti dyndje. Do fillojë bezdia e të dielës, e bëra edhe një batutë edhe me kryetarin para sa ditësh. Do heqim, nuk do çojmë dot fëmijët e gjyshrit se do kemi frikë të parkojmë dielën. Në të rish 5 orë të ftohesh për drek i bie të parkosh se ku do parkosh. Kështu që të gjitha këto janë paka shumë e mora një përgjigje nga kryetaria, po ishin pyetje edhe për ju si grup pune si e keni menduar. Domethënë, kur niseni nga qëllimi, që qëllimi nuk është për të mbledhur të ardhura, po është për të përmirësuar trafikun, duhet i mendoni të gjitha këto. Nuk ka nevojë për përgjigje se i morëm, por këto ishin pyetje që do t'i bënit në fillim dhe duhet t'ia bënit ju vetes. I shikoni mirë të gjitha këto, të gjitha çfarë ngritën edhe parafolësit, që me qëllim që të vinë projekt vendime të një pas njëshme. Pra mos të zauroj me këtë projekt vendim, se po ta shikoni, pika 5 që keni shnuar sot, e projekt vendimit është e pamjaftueshme për rezidentët. Thuhet, miratimin e parkimit pa pagesë për rezidentët në hapësirat publike midis pallateve. E kanë ata sot pa pagesë. Çfarë po i miratoni? Domethënë, kur të vini herë tjetër, të gjitha këto shqetësime, kur të vini hap pas hapi pas projektit pilot, filloni me sheshet dhe te sheshet i vini të gjithë orarin, i vini nga e hëna të diel, i vini traun, funksionon. Kush do vejtë e sheshi e di që ka të tarif, e di që dhe dielën paguhet, shikoni mirë kur të vini për vendimet e tjera për rezidentët.